Përshëndetje. Do flasim sa përket pikërisht datës 18 mars të 2025-s. Duket se si ditë është një ditë e rëndësishme për sa i përket çështjeve që lidhen me punën, lidhen me karrierën. Gjithashtu, një ndikim që ka të bëjnë sepse lidhet me pasuritë pa luajtshme, lidhet me udhëtime biznesi, edhe gjëra të kësaj natyre, për arsye sepse hëna ndodhet në shenjën e akrepit, prandaj dhe ka të bëj në këtë drejtim. Por pas sa të filloj me parashikimin e kësaj date, unë ju kujtoj edhe një herë, për gjithë juve që jeni të interesuar për parashikim të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi çështjet që juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, e sillni paketën atje dhe pastaj jeni gati për të folur bashk nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it mbasi keni dërguar të dhënat e juaja dhe pastaj lidhemi direkt bashk. Por juve që doni që çdo video që astrologo.al ngarkon në YouTube, dhe shëroni që në kohë që jemi live të dërgoni një SMS të merrni live përgjigjen. Atëherë kemi pikërisht këtu, e klikoni, pëlqeni faqen, bëni subscribe, butonin e zilës, të gjitha, share faqes dhe jeni gati pastaj për të dërguar SMS-n dhe të merrni live përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Çfarë ndodh me shenjën e dashit dhe dashi ku ka të bëjnë dhe mundësitë që i jepen në lidhje me punën ose me çështjet që ka të bëjnë në ekonomi. Ajo që do duket për shenjën e dashit dhe diçka të dytë sidomos, duhet bëj pakujdes që të nxitohet. Sepse nxitimet asnjëherë nuk kanë sjell dobi përveç se probleme. Është një moment mjaft i mirë, një moment që për juve nëse keni përbërë takime, keni bërë bisedime, është momenti juaj i duhuri dhe koha që ka të bëjnë në këto raste është mundësi e artë, mundësi e mirë në lidhje me takimet, në lidhje me punën tuaj, në lidhje me disa vendime që mund të merrni, por janë vendime mjaft pozitive dhe konkretisht është koha tani. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me ujor dhe me virgjëresht duken të mbara, edhe pse një problematikë vogël që keni pasur me peshore kërkohet vëmendje. Ndikimet që kanë të bëjnë duhet pasur kujdes, sidomos në firmosje dokumentacionet nga ora 9 deri në orën 11. Mbas kësaj ore bëni çfarë të doni, por 9-a me 11-a është pak e vështirë sepse mund të krijojë dhe debate në çështje të rëndësishme që ka të bëjnë me kontrata të rëndësishme pune apo diçka tjetër. Prandaj keni kujdes. Çështjet shpirtërore, vazhdimësia e një lidhjeje dhe kohës që juve keni ka të bëjnë shumë me ujor dhe me virgjëresht të dhjetiçit të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Përsa përket shenjës së demit, demi ju tregon se ku do të shkoni, rruga dhe kryesisht periudha kur ndodhin fenomenet. Është një moment mjaft i mirë, është ndikimi më tepër dhe mundësia që ju jepet. Dhe pikërisht në ditën e sotme ka të bëjë shumë me një lidhje pune me jashtë ose i lajm që do ta merrni, mund dali një takim i papritur sot në ora 2 ose më përpara. Se kjo ditë është mjaftueshëm për nisma, për ndryshime, për vendime, sepse zakonisht dita e martës, dita e marsit, edhe koha tregon që fati do që juve të keni gjitha mundësitë për të zgjidhur problemin që juve keni pasur, ose për disa çështje të tjera që pak a shumë juve i keni mundësitë dhe mund ta zgjidhni. Kurse një bashkim familjar për juve keni në Gjermani, për shembull, ndikohet shumë lidhjet që kanë bëjnë me ujor dhe me luan. Me luan të dhjetiçit dytë, nëse është një mundësi e tillë. Është kjo kohë ku gjithmonë gjërat janë në favor, jo disfavor, por dhe mundësi të reja që mund t'ju jepen tani tutje. Në çështjet që kanë të bëjnë, keni pasur një ndarje me virgjëresht, duket se do të gjeni zgjidhje, se jeni të dy shejtoke. Në anën tjetër, edhe pse keni pasur disa keq interpretime, do ta thosh, ose
të kuptime më mirë kështu, në lidhje me një bisedim, mirë është ta bisedoni sot, por ta bisedoni para ditës, se është një orë e mirë për bisedime në fushën e anës sentimentale. Shkojmë tek shenja e radhës, janë binjakët. Për sa i përket binjakëve, megjithëse binjakët për momentin janë në kohën e tyre për të nisur diçka të re. Tani, nëse ata e kanë dhe si moment ose si mundësi, por në anën tjetër nuk kanë arritur që të rregullojnë atë që duan ata, por unë them që kjo periudhë është një periudhë e artë për gjetur zgjidhje në gjërat që ndikojnë në fushën e punës, ndikojnë në fushën e karrierës, ndikojnë në gjërat madhore financiare, dhe është pikërisht ky moment dhe është momenti i mirë për sa i përket bisedime ose gjëra që do të bëni, sepse arrini në një farë kohë, një farë momenti që doni që gjërat të vinë të ku duhet, dhe është një moment i mirë. Unë do thosha që binjakët kanë një mundësi të tillë, por dita ka dhe rreziqe. Ajo që do të keni kujdes, do të keni në lidhje me një kontratë, mirë është ta anashkaloni. Nëse duhet ta firmosni me Deon Mos deri në orën 12, unë do thosha lëreni për një moment tjetër, nëse nuk e keni mundësinë. Nëse keni mundësinë, firmosni nesër, se nuk ka fundi botës, se nuk e firmosët në fushën e dashurisë me dash duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Për sa përket gaforreve, gaforret duket se tani në këtë periudhë është një periudhë, sado që duket një periudhë e vështirë, se është e vështirë, por jo e pakalueshme. Momenti dhe koha tregon që për juve të kësaj shenje duket se do të keni mundësinë për zgjidhur një problem të viti të dytë, një problem që keni pasur me një tokë pasuri, do zgjidhet sot. Sot para dite duket se është ditë e mirë për të biseduar në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, janë luanët. Për sa përket luanëve, luanët edhe pse kanë pasur disa probleme, këto janë probleme kalimtare, do ta thosha unë, se për arsye të punës ose arsye të karrierës suaj, sepse lidhet shumë me karrierën, ka të bëjnë me disa vendime, me disa ndryshime të njëpasnjërshme të punës dhe të karrierës, sepse lidhet shumë kjo, por meqense disa ndikime, disa çështje që nuk keni zgjidhur akoma, mundoni që t'i zgjidhni, por koha ka treguar që është pak vështirë për momentin, por për juve është moment i duhur, sepse do shikoni gjërat të rregullohen, të stabilizohen, duan apo s'duan të tjerët, sepse ka diçka këtu. Por meqense ka diçka, dhe për juve është mundësia e gjërave të reja që do të bëni, që do të nisni, dhe kjo është një kohë shumë pozitive. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me binjak dhe me akrep duken të mbara, edhe pse një vazhdimsi në kohë, është momenti tani duke pasur parasysh lidhjet afatgjatë dhe koha e duhur në zhvillime të reja. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dem dhe me akrep të ditës së dytë është e mirë, por kërkohet pak kujdes, sepse ndikimi planetar nuk lejon që të flisni për sot për pas nesër. Flisni sot për sot. Shkojmë tek shenja e radhës, janë të shenjës së Virgjëreshës. Për virgjëreshat duket se tani din çfarë duan, din ku do të shkojnë, por meqense kanë dy mundësi. Një mundësi, domethënë një udhëtim pune, që kanë dy oferta të rëndësishme. Oferta e parë është se kanë kohë që e presin, por kanë problem orarin. Unë do t'ju thosha, nëse keni dy punë, bisedojeni sot se është më lehtë për juve, hiqni një barë të rënë nga vete juaj, sepse të tjerët edhe nuk mos ta kuptojnë të tjerët çfarë po flisni, sepse gjithmonë juve bini viktimeve vetes suaj, dhe ky është një problem që ndodh rëndomt në Shqipërinë tonë, dhe se neve shikojmë çfarë bën tjetri dhe nuk shikojmë çfarë bëjmë vetë. Kjo është gjëja, domethënë, më vështirë, por gjithsesi kemi kuptuar edhe tani që çfarë duhet bëjmë. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk dhe me ujor duken të mbara, edhe pse me gafore keni një mundësi, por kërkohet vëmendje. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë të shenjës së peshores.
Për sa përket shenjës së peshores, peshorët duket se tani në këtë periudhë ka diçka të madhe, ka diçka pozitive në zhvillimet të punës, në karrierë, në nisma të reja, në biznesi sidomos e keni mundësi të ardhë, por dhe periudhat ku ndodhin fenomenet, duke se tani ka ardhur koha dhe momenti për punën tuaj, ka ardhur momenti për zhvillime dhe ndryshime të mëdha që keni tani tutje. Meqense këto ndryshime duket se pasojnë njëra tjetrën, ju e keni pasur një çështje pune përpara një viti, në muajin mars, por të këtij viti mushni një vit, që nuk e keni realizuar akoma dhe mundoheni shumë për realizuar dhe akoma jeni në hapat e para. Është ky moment tani që ju e mund bëni gjithçka që të arrini qëllimin tuaj. Sidomos para dite mundoheni që të mbyllni në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash është idealja, me ujor pak vëmendje. Shkojmë tek shenja radhës, janë akrepët, se meqense akrepët kanë pasur gjëra të mëdha. Për akrepët, në fakt, akrepët janë shumë të dhënë mbas ekonomisë. Akrepët kanë një mundësi tani për të zgjidhur një problem, e kanë zgjidhur vetë ata, se kanë në momentin e duhur për sa përket karrierës tyre, për sa përket asaj çka ata dinë shumë mirë ta realizojnë, por në anën tjetër janë pak a shumë mërziten për gjëra të vogla. Unë them mos mërziten fare, sepse kjo periudhë është më e mirë e mundshme edhe për të zgjidhur problemin tuaj, edhe për të arritur atje ku doni juve, sepse me kalimin e kohës gjërat do jenë shumë herë më mirë për juve dhe keni mundësi për të zgjidhur gjërat e punës apo të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditë të parë, me ujor të 10 ditë të tretë, duket se është koha juaj dhe momenti ideal për zgjidhur gjërat që keni. Në çështjet lidhe me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash të 10 ditë të parë, me ujor të 10 ditë të tretë duken perfekte, por një moment që është mjaft i mirë do jetë me virgjëresht të 10 ditë të dytë, sepse është koha tani për të zgjidhur çështjet problematike. Por është koha më e mirë, është mbas orës 19 me 20, është një orë shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se është dhe mundësia, por është dhe momenti që juve t'i zgjidhni gjërat sipas jo dëshirës, por pas kohës juve doni, sepse është ky moment tani, momenti i mirë dhe pozitiv në vazhdimsi, dhe jeni shumë korrekt me punën tuaj, por gjithashtu është ky moment i duhur për zgjidhur çështje problematike. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhen me biznesin, lidhen me karrierën, është një mundësi e artë përse përket vazhdimësisë, por gjithsesi shigjetarët nuk gabojnë në gjërat të lidhje me punën e tyre ose me çështjet që kanë bëjnë, sepse asnjë smarohet tek ata, por vjen një moment tani që duhet të vendosin çfarë do bëjnë. Meqense është koha, meqense është momenti i duhuri, atëherë keni mundësinë, keni dhe kohën e duhur për të zgjidhur gjërat që keni dhe mundësi të artë në anën ekonomike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm dhe me akrep, duken të mbara, pak kujdes me peshore të 10 ditë të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë të shenjës së pricjapit. Për sa përket pricjapëve, për pricjapin duket se tani është një mundësi që duhet të nisin një punë të re, por sa jeni gati të përgjigjeni kësaj kërkese? Mundësit është domosdoshme një punë e dytë, po, është domosdoshme anë ekonomike, po, por periudha nuk të lejon që ti të bësh gjëra të tjera. Do kujdes në bisedime dhe me personin që juve të merreni, sepse mund të jetë një person që nuk është ashtu siç duhet, por gjithsesi kërkohet vëmendje. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me dëm është idealja. Pak vëmendje me gafore të 10 ditë të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë ujorët. Për sa i përket ujorëve, për ujorët duket se tani kjo periudhë është një periudhë ku gjërat dalin sheshi, do thoshon, edhe disa sekrete, por për ju është mirë sepse dele drejta në shesh. Është mirë sepse keni mundësi për të vazhduar dhe të drejtuar. Dhe mbi të gjitha është periudha juaj. Sido që të duket, por të duket është në momentin e duhur, në kohën e duhur gjërat zgjidhen. Dhe është pikërisht kjo kohë dhe ky moment. Sado që gjërat janë të vështira, sado që gjërat kanë atë mënyrën e zhvillimeve dhe ndryshimeve, por unë thosha që është një kohë shumë e mirë, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhet afagjat, mund kemi ne, mund themi gjithmonë është me akrep dhe me binjak të 10 ditë të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë peshqit.
Përsa për këtë shenjës së peshqeve, peshqit do bëj një kujdes të editit të dytë në lidhje me punën e tyre. Mund të krijohen disa debate, ose me këse jeni konfuz në atë që çka ata tjerë thonë, mirë bëni, nuk mund pranoni gabimin e tjetrit, le ta paguajnë ata, por meqense është ky problem. Unë ju them që bëni pa kujdes tani, se është e mundur për një mirë arsye, se e punës e në karrierës, sepse lidhet nga disa gjëra në këtë aspekt, por meqense kjo periudhë është e periudha që do të ndryshojnë mënyrën se si gjërat vijnë, mënyrën e biznesit, karrierës, por gjithashtu është mundësi e mirë ku e kapni tani përsa përket punës, përsa përket biznesit, përsa përket ndryshimeve, janë ndryshimet rrënjësore e financiare, ku tani për tani është i moment i mirë që juve mund të shfrytëzoni për të mirën tuaj në fushën e punës. Takimet që mund t'i bëni është pak herë në fakt, po 7 me 9 është koha me mirë. Nëse keni një takim sot, për sot bëjeni, ose lërni takim një moment tjetër, por tjetë kjo orë, pas nesër, por unë ju them që kjo është orë e mirë dhe mund të përfitoni në një shans i mirë në punë, ose të bëni bisedim në të orë, 7 me 9. Në çështjet shpirtërore, lidhe që kanë bëjnë me Bricjap dhe me Akrep, duke se janë të mbara. Këto ishin pra pak a shumë për sa i përket parashikimit të datës 18 mars të 2025. Para se ndajmë bashkë, unë rrugëtoj edhe njerë, faqja roz atje, si që shikoni, atje keni gjithë shka, që ju vedoni, duke zgjedhur paketën dhe numër përkatës të blerjes, zgjidhni një nga paketat që ju intereson, dhe më pas, duke bler paketën tuaj dhe numër përkatës të blerjes, shkojnë të sekretaria, atje mund të vendosni të dhënat dhe jeni gati për sa i përket për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që çdo video që Astrologo.al ngarkon në YouTube, e dëshironi të dëgjoni të parët, të shikoni të parët. Atëherë, duke na bërë subscribe tek ai buton që shkon atje dhe pëlqeni faqen, të gjitha na bëni share dhe jeni gati për të dërguar mesazhe në kohën që jemi live. Në një rregulla, ju uroj një ditë të mbar dhe shëndet. Gjithë mira.